Policia është në kërkim të dorasit dhe të përfshirëve të tjerë në përleshjen e djeshme të armatosur në afërsi të stacionit policor Bit Pazar, ku mbeti vrarë 31 vjeçari nga Haraqina e Shkupit, Alajdin Sulejmani. Rasti ka ndodhur rreth orës 14, ku në SPB Shkup është raportuar për të shtëna, ndërsa menjëherë në teren ka dalë policia intervenuese. Njoftimet fillestare tregojnë se kryerësit në vendin e ngjarjes kanë ardhur me motocikletë. Është konstatuar se bëhet fjalë për përleshje me armëzjarri mes dy personave të cilët me motociklet kanë ardhur dhe kanë filluar të gjuajnë ndaj personit i cili vetëm se ka qenë në atë lokacion, gjatë së cilës AS 31 vjeç nga Shkupi ka marrë plag nga armëzjarri dhe është dërguar në kompleksin e klinikave Nën Tereza, ku rreth orës 16 ka ndëruar jetë. Në vendin e ngjarjes janë gjetur disa gëzhoja, ndërsa janë dëmtuar edhe xhamat e dyqaneve përreth, por edhe disa automjete të parkuara. Po ndërmerren masa operative taktike për gjetjen e personave dhe pastrimin e rastit, thon nga Ministria e Punëve të Brendshme. Prokurori kujdestar ka kryer ekspertizë në vendin e ngjarjes, ku ka mbledhur provat e nevojshme me qëllim të identifikimit të përfshirëve. Nga vendi i ngjarjes janë mbledhur gjurmë të cilat do të jenë lënë të ekspertizës, ndaj trupit të ndjerit do të kryhet autopsi. Me urdhër të prokurorit do të sigurohen incizimet nga kamerat e sigurisë së objekteve përreth, po jepen të gjitha urdhrat e nevojshme në drejtim të identifikimit të përfshirëve dhe pastrimin e plotë të rastit, thon nga Prokuroria Themelore Publike. Ngjarja ka ndodhur dje në mesditë në afërsi të stacionit policor në një rrugë mjaft të frekuentuar nga kalimtarët. Policia përgënjeshtron spekulimet se krahas viktimës ka dhe persona të tjerë të lënduar. Jo zyrtarisht, motivi përleshjes së armatosur mësohet të jetë banal, të cilës i ka paraprir një zënk mes dy grupeve.